Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se ardhat në Mani Report. Unë jam Genta Dobra, do të shohim së bashku zhvillimet kryesore të deri tanishme, ndalemi së pari të lajmet për te ekonomisë. Një krizë për të nxjerrë mësime dhe për të reflektuar, por Shqipëria nuk do të ndalet në rrugën e saj drejt anëtarësimit Bashkimin Evropian në 2030. Kryeministri Rama thotë se protesta në bulevard është një kohë e harxuar për përplasje të kota në arenën publike. Shefi i qeverisë thotë se tubimi që nisi në mbrojtje të flamingove do të përfundojë si një betejë kundër presidentit Donald Trump. Laurent Dervishaj dënohet me burg për jetë si organizatori i atentatit të 2019 të mbikalimi Shkozetit ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Gjykata e posaçme dënoi me 35 vite burg edhe bashkëpunëtorin e tij Julian Meçajn. Më herët për atentatin ishte dënuar me burg për jetë Redian Raja, i cili sipas SPA kishte qelluar ndaj makinës së ndojit duke lënë të vdekur shoferin e tij Andi Maloku. Arjan Doja, aktualisht deputeti i Partisë Demokratike, dhe Rumi Shiaku, që ishte në makinë me të, mbetën të plagosur. Pas helimimit të 60 studentëve të policisë një ditë më parë, policia ka nisur hetimet dhe ka marrë në pyetje student të helmuar dhe kuzhinjer administrator të kompanisë catering. Hetime po kryhen edhe për AKU lidhur me veprimet e saj ndaj firmës Sorial pas rastit të parë të helmimit të studentëve në maj, ndërsa autoriteti kombëtar i ushqimit ka ndërprer aktivitetin e kompanisë catering që furnizonte ata me ushqim deri në daljen e rezultateve të analizave për kampionet e marrë të ushqimeve dhe të kushteve higjieno-sanitare në garnizonin ku përpunohej ushqimi. Venezuela është në luftë me kohën për të shpëtuar të mbjetuar në Rënoja pas tërmetit të djeshëm që goditi vendin. Rreth 50.000 persona figurojnë të zhdukur. Numri i viktimave të konfirmuar është mbi 230, ndërsa rreth 4.000 persona janë të plagosur. Shumë shtete kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Caracasën në këtë tragjedi, ndërsa edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nisur ekipet e shpëtimit. Shtyhet afati për aplikimet e skemës kombëtare të bujqësisë deri më 6 korrik. Ministri i bujqësisë Andi Salla tha se ky vendim synon t'ju jap më shumë kohë fermerëve që të përfitojnë nga skema mbështetëse, ndërsa shtoi se deri më tani janë dorëzuar 40.000 aplikime. Lidhur me fondet e IPARD, Salla tha se së shpejti pritet vinë në Tiranë një delegacion i Bashkimit Evropian për të përcaktuar vijimin e procesit. Fermerët do të kenë afat edhe 10 ditë kohë për të aplikuar për subvencione nga buxheti i shtetit. Janë 52 milion euro që janë vënë në dispozicion të fermerëve dhe blegtorëve gjatë këtij viti, ndërsa afati për të aplikuar është shtyr deri në datën 6 korrik. Ministri i bujqësisë Andi Salla tha se ka pasur rreth 40.000 aplikime deri më tani. Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Pothuajse në të gjitha, në 12 masat që ne kemi, janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtje biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxha të konsiderueshme. Blegtoria, siç e përmenda, ka një numër të shtuar, sepse ka pas një interes, duke qenë se ne ulëm numrin e përfituesve, pra të krerëve, nga 100 në 50, nga 10 në 5, dhe janë përfshirë një numër akoma më i lartë, dhe duke pas interes të tillë, kanë pasur edhe mundësi që të përfitojnë edhe ndaj rritjes të vlerës që ne kemi caktuar për krerë.
është një mundësi që ne duhet e japim fermerëve edhe për pak ditë, pra edhe 10 ditë. Fermerët shqiptar pritet që të përfitojnë edhe nga fondet europiane për bujqësinë. Ministri Andi Salla tha se pritet një delegacion i Bashkimit Evropian për të përcaktuar ecurinë e procesit. Presim në një delegacion nga për IPARD-in, pra për të takuar me ta në fund muajit dhe në fillim të muajit për të krijuar marrëveshjen tona dhe për të dakordsuar për të gjithë procedurat që ne na janë kërkuar dhe çfarë ne do të diskutojmë do të jetë një ditë tjetër, në mënyrë që ne t'i lëmë kohë dhe hapësirë diskutimit dhe atë çfarë ne do të dakordsojmë nëpërmjet stafit që do të jetë pikërisht për IPARD-in dhe atë në komision që do të bëjë vlerësimin e procesit të IPARD-it. Këto deklarata u bën në konferencën e përbashkët me ministrin e Kosovës për bujqësinë pas nënshkrimit të 2 marrëveshjeve të bashkëpunimit në 2 drejtime, transferimin e teknologjive dhe nxitjen e inovacionit në bujqësi, si dhe promovimin dhe lehtësimin e tregtimit të produkteve agro-ushqimore midis 2 vendeve. Komisioni Evropian mbështet integrimin gradual të vendeve kandidate duke i shpërblyer ato me akses më të madh në Union, ndërsa paralelisht këto vende vijojnë reformat por nuk kanë të drejtë vetoje. Komisioni Evropian ka nisur hartimin e draftit për këtë qasje të re të zgjerimit të Unionit bazuar në propozimet e Francës dhe të Gjermanisë. Drafti final do të kalojë për miratim të vendeve anëtare para se të marrë ulën e Këshillit në vjesht. Përfitimet e vendeve kandidate do të jenë më tepër ekonomike. Komisioni Evropian nis hartimin e draftit për zgjerimin gradual të Bashkimit Evropian. Politico EU shkruan se propozimet për zgjerim gradual të vendeve kandidate kanë nisur të marrin formë në tryezat më të larta të Brukselit, për të finalizuar me skemën përfundimtare se si kandidatët nga Ballkani Perëndimor si Shqipëria apo Moldavia dhe Ukraina do të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian në të ardhmen. Sipas detajeve të para të draftit që po hartohet, mësohet se Komisioni Evropian e mbështet integrimin gradual në parim, duke shpërblyer vendet kandidate me akses më të madh në Bashkimin Evropian, por paralelisht ato vijojnë reformat, ndërsa nuk kanë të drejtë vetoje. Përfitimet e vendeve kandidate do të jenë më tepër ekonomike, aksesin programe financimi në Bashkimin Evropian, marrëveshje tregtare preferenciale si dhe akses në tregun ekonomik evropian para antarësimit, por përfitimet do të varen edhe nga merita. Sa më shumë një vend përafrohet me Bashkimin Evropian dhe i zbaton reformat, aq më shumë përfiton. Politico EU shkruan se përfundimisht ideja e zgjerimit të kundërt për t'i dhënë vendeve kandidate drejta politike para antarësimit ka rënë dhe do të ecet para me propozimet e Gjermanisë dhe Francës, të cilët kërkojnë antarësim pa veto për një periudhë prove. Ky konsiderohet si propozimi më i mirë për integrimin e antarëve të rinj prej kohës së zgjerimit të fundit Bashkimit Evropian me Kroacinë dhe një kompensim i një dekade të humbur kohe me reforma për zgjerimin. Megjithatë, në Bruksel tashmë ka një konsensus të plotë se Bashkimi Evropian duhet nxitojë për zgjerimin me antarë të rinj, ndaj dhe Komisioni Evropian po ecën shpejt me draftin e ri në mënyrë që të jetë gati për të kërkuar edhe mbështetjen e gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e për t'ia kaluar Këshillit të Bashkimit Evropian draftin në mbledhjen e ardhshme në tetor ose dhjetor. Mirëpagesat digjitale në vend kanë parë një rritje të ndjeshme, veçanërisht për gjatë viteve të fundit. Megjithatë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko thotë se sfidë vjen të mbetet përdorimi i paras kesh në ekonomi, veçanërisht tek sipërmarrjet e vogla. Të dhënat statistikore konfirmojnë ndikimet pozitive të këtyre reformave që ne kemi ndërmarrë. Numri pagesave digjitale për frym në Shqipëri llogaritet aktualisht në 29 pagesa në vit nga 5 pagesa që ishte 10 vite më parë. Pagesat digjitale vijojnë të shënojnë rritje prej rreth 25% nga viti në vit dhe zënë peshën më të madhe në totalin e pagesave të regjistruar në sistemet tona. Numri i kartave në qarkullim ka arritur në 1.5 milion karta në përdorim dhe rrjeti i terminaleve POS zgjerohet çdo muaj me një shtrihje më të madhe gjeografike. Këto dhëna pasqyrojnë tendenca strukturore të konsoliduara dhe konfirmojnë rritjen e besimit publikut ndaj instrumenteve elektronike të pagesave. Megjithatë, një vlerësim objektiv i situatës kërkon pranimin e disa sfidave ekzistuese. Pagesat me para fizike vazhdojnë të mbizotrojnë në segmentin e bizneseve të vogla, në ekonominë informale dhe në zonat me infrastrukturë bankare të kufizuar. Këto boshllëqe kërkojnë adresim të koordinuar. Për sa i përket perspektivave afatmesme,
dëshiroj të prezantoj angazhimet institucionale konkrete të Bankës së Shqipërisë. Prioriteti kryesor i infrastrukturës për periudhën e vijim është implementimi i platformës kombëtare të pagesave të menjëhershme, e ndërtuar mbi modelin TIPS të Eurozonës. Policia e shtetit ka marrë masat shtuara për të garantuar mbarvajtjen e sezonit turistik veror, veçanërisht në zonat gjatë vijës bregdetare. Policia kufitare dhe njësia policore detare do të jenë të pranishme për sigurinë e qytetarëve në Bregdet, ndërkohë mjetet lundruese do të monitorohen edhe me dronë. Siguria e qytetarëve dhe miliona turistëve që zgjedhin Shqipërinë mbetet prioritet. Me nisjen e sezonit turistik, masat për mbarvajtje janë shtuar, jo më vetëm monitorime nga toka, por dhe nga ajri e deti. Policia e shtetit, policia kufitare dhe njësia policore detare do të jenë në terren me kapacitete të shtuara, teknologji moderne dhe gatishmëri të plot për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë sezonit veror. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari theksoi objektivin për një sezon turistik me standarde sa më të larta sigurie. Puna juaj nuk matet vetëm me statistika. Puna juaj matet me jetë të shfutura, me rendin e garantuar dhe mbi gjitha me besimin dhe perceptimin e një policie që është në krah të qytetarëve kurdoherë që ata kanë nevojë. Le të punojmë së bashku që sezoni turistik 2026 të jetë sezoni më i sigurt dhe Shqipëria të zhvillojë akoma më tej numrin e turistëve të cilët vizitojnë vendin tonë. Kryepolici Hita bëri të ditura masat e marra nga policia e shtetit. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 të sezon. Njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Hita gjithashtu kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve me policinë dhe trajtimin e tyre me etikë dhe humanizëm. Ju të ndiqni Radio ABC News në valët 105 FM të përditësojeni me zhvillimet më të fundit. në 105 FM. Kosova ka zgjedhur që të prodhojë energji nga thëngjilli duke refuzuar projektin amerikan për gazin e lëngshëm. Qeveria në detyrë e Albin Kurtit insiston se në vend të ndërtimit të gasjellësit po shihet si një zgjidhje tjetër dhe importi i gazit përmes Vlorës, prodhimin e energjisë atje dhe transmetimin pa patur nevojë për investime të tjera shtesë. Refuzohet gazi i lëngshëm amerikan LNG. Qeveria në detyrë e Kosovës insiston në gazifikimin e thëngjillit, ndërsa kërkon mbështetje nga administrata amerikane për bashkëpunim në projekte për gazin, po jo për lidhje në rrjetin rajonal për të cilin insiston SBA-ja. Ministria në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli deklaroi se Kosova ka zgjedhur thëngjillin. Ajo theksoi se në vend të ndërtimit të gazsjellësit dhe infrastrukturës përcjellëse si zgjidhje më të dur, qeveria ka parë importimin e gazit të lëngëzuar përmes Vlorës, prodhimin e energjisë atje dhe transmetimin pa pasur nevojë për investime shtesë. Siç deklaroi Rizvanolli, qeveria konsideron gazin e lëngëzuar nga SBA-ja jo si zëvendësim të burimeve, por vetëm si burim shtesë për kohën kur burimet vendore nuk mjaftojnë. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme. Bashkëpunimi në energji për Republikën e Shqipërisë është shumë i natyrshëm për ne. Dhe në vend të ndërtimit të gasjellësit të infrastrukturës përcjellëse të gazit që merr kohë e ka kosto financiare, ne mund të importojmë LNG në Vlorë, të prodhojmë energjinë elektrike atje e ta transmetojmë përmes linjës së interkoneksionit 400 kV që e kemi të gatshme sot dhe nuk kërkon asnjë cent investim shtesë. Sipas Rizvanollit, qeveria në detyrë mbetet e bashkërenduar me politikën e jashtme të SBA-s. Qeveria në detyrë është përballur me thirrje të vazhdueshme nga ambasada amerikane në Prishtinë e deri tek odat ekonomike në vend dhe opozita për të hyrë në projektet e gazit amerikan që në themel kanë shkëputjen totale të varësisë nga gazi rus në Europë, por thirrja nuk është dëgjuar nga qeveria e Albin Kurtit. Çmimi i naftës në bursë avion rënjën të premte në ulë me 3.6%, duke arritur në $72.6 për fuqi, teksa tregjet janë qetësuar që pas armpushimit, duke bërë që çmimet ndërkombëtare të afrohen shumë pranë niveleve të paraluftës. Ndërkohë Rusia ka njoftuar se do të ndërpresë eksportet e naftës për disa muaj pas goditjes së infrastrukturës energjetike nga Ukraina.
Çmimet e naftës u tërhoqën më tej të premten duke rënë me 3.6%, teksa shqetësimet për furnizimin bien dhe shumë anijet bllokuara që prej nisjes së luftës dolën nga ngushtica e Hormuzit. Kontratat e naftës së papërpunuar Brent ranë me mbi $2.5 duke bërë që një fuqi të arrijë në $72.6 në tregjet ndërkombëtare. Sipas të dhënave, dërkesat e naftës përmes ngushticës së Hormuzit u rritën këtë javë në nivelin më të lartë që nga fillimi i konfliktit SBA Izrael me Iranin, të mbështetura nga marrëveshja e armpushimit që rihapi rrugën kyçe ujore. Megjithatë, trafiku i përgjithshëm mbetet një pjesë e vogël e mesatares ditore prej 125 anijesh që kalonin në ngushticë përpara se të fillonte konflikti në 28 shkurt. Autoritetet ruse po shqyrtojnë mundësimin e ndalimit të eksporteve të naftës për disa muaj. Rusia është një eksportuese e madhe e naftës, por po përballet me problemet furnizimit me karburant pas një vale sulmesh me dron Ukrainas në rafineritë e saj dhe infrastrukturën tjetër energjetike. Ndërkohë, tërmetet në Venezuelë që ndodhen të enjtë ngritën gjithashtu shqetësime për furnizimin. Vlerësimet paraprake kanë dëshmuar për dëmet kufizuara të infrastrukturës energjetike, pasi shumica e rajoneve më të mëdha të prodhimit të vendit, rafinerive, tubacioneve dhe terminaleve janë larg zonave më të goditura nga tërmetet. Por ndërkohë së fundmi janë rikthyer sulmet ndaj anijeve të mallrave në Hormuz, duke rritur shqetësimet për shkeljen e marrëveshjes paraprake të armpushimit. Organizata ndërkombëtare detare Kombeve të Bashkuara ndaloi operacionin për shoqëruar anijet përmes rrugës kyçe detare, pasi një anije ishte goditur nga një predh disa orë pasi Teherani paralajmëroi që të mos ndiqnin rrugët që nuk i kishte miratuar. Organizata ndërkombëtare detare e Kombeve të Bashkuara ndaloi operacionin e saj për të shoqëruar anijet përmes ngushticës së Hormuzit, pasi një anije raportoi një sulm duke rikthyer frikën për shkeljen e marrëveshjes paraprake të armpushimit. Një anije u godit pranë Omanit nga një objekt i panjohur, ndërsa ishte në një rrugë të rekomanduar nga Agjencia Britanike e Marinës. Agjencia tha më parë se një anije ishte goditur nga një predh disa orë pasi Teherani i paralajmëroi anijet të mos ndiqnin rrugët që nuk i kishte miratuar. Dy zyrtarë amerikanë thanë se Irani kishte qelluar mbi mjetin lundrues, ndërsa autoriteti ngushticës së gjirit persik të Iranit, të cilin Teherani e krijoi për të menaxhuar kërkesat që anijet të udhtojnë nëpër ngushticë, tha se mjeteve jashtë rrugëve që ai ka vendosur nuk do t'u garantohet kalimi i sigurt. Anija u largua në mënyrë të sigurt nga rruga ujore dhe burimet thanë se ajo mund të jetë goditur nga një dron. Presidenti amerikan Trump paralajmëroi më parë këtë muaj se nëse Irani nuk respekton një marrëveshje që synon të jap fund luftës dhe të rihap ngushticën, Shtetet e Bashkuara ndoshta do kthehen tek bombardimet. Organizata ndërkombëtare detare po ndihmonte për të nxjerrë qindra anije të bllokuara nga ngushtica ku kishin mbetur të bllokuar për muaj të tërë që nga fillimi i luftës në 28 shkurt. Operacioni ka qenë vullnetar me qëllimin për të mundësuar anijeve largimin nga gjiri duke përdorur dy rrugë, njëra nëpërmjet urave iraniane e tjetra nëpërmjet urave të Omanit në mbikëqyrjen amerikane. Për shpejtimi i çmimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka çuar inflacionin në 4.1% në maj, shumë mbi objektivin e rezervës federale, kështu ka rritur presionin mbi bankën amerikane dhe investitorët presin një rritje të normave të interesit të paktën deri në shtator nga ana e rezervës federale si një përpjekje për të mbajtur nën kontroll çmimet në Amerikë. Për shpejtimi i çmimeve, çoi inflacioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 4.1% në maj për herë të parë në 3 vjet. Për analistët, norma e inflacionit mund të ketë arritur kulmin dhe pritet të jetë moderuar në vijim pas stabilizimit të naftës në bursa si rrjedhë e arritjes së marrëveshjes së paqes. Transporti dha ndikimin më të madh në inflacion me shtrenjtimin e çmimeve të naftës e benzinës, që rrjedhimisht kanë çuar dhe në rritjen e çmimeve për biletat e avionit. Kostot u shtuan ndjeshëm edhe për shërbimet e kujdesin shëndetësor këtë periudhë. Ecuria aktuale e inflacionit po mban nën presion rezervën federale dhe tregjet financiare, presi një rritje të normës së interesit nga Banka Amerikane të paktën deri në shtator. Por zbutja e çmimeve të energjisë pas rinisjes së transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit pritet të lehtësojë inflacionin në pjesën e dytë të vitit, por sipas ekonomistëve do të kërkojë kohë që të arrijë objektivin e Bankës Amerikane prej 2%. Pavarësisht normës së lartë të inflacionit, shpenzimet konsumatore në Amerikë që përbëjnë më shumë se 2/3 të aktivitetit ekonomik u rritën me 0.7% në maj. Të ardhurat në dispozicion të familjeve pa një rritje muajin e kaluar, të mbështetura nga zgjerimi i pagave dhe qëndrueshmëria e tregut të punës. Ekonomia amerikane u rrit me 2.1% 3 mujorin e parë dhe parashikimet flasin për një zgjerim në rreth 2.5% këtë vit. Ishte gjithçka për Mani Report. Zhvillime të tjera nga vendi, rajoni dhe bota e ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare. ABC News.al po ashtu informoni në kohë reale në valët e radios
në frekuencë 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkë ndaj.